Një marrëveshje nënshkruar mes Qendrës Kombëtare të Biznesit, QKB-s dhe Institutit të Ekspertëve Fiskal, IEF, ka ngritur shqetësime për shpërndarjen e një platforme falas për përdorim nga bizneset në fushën e fiskalizimit dhe kontabilitetit. Edhe pse prezantohet si ndihmë për bizneset, kjo nismë mund të prish konkurrencën e lirë në tregun e shërbimeve për fiskalizim, duke krijuar një avantazh ekonomik për një platformë specifike me mbështetje institucionale. Ofrimi falas i një zgjidhjeje teknologjike nga një institucion publik në bashkëpunim me një organizatë profesionale jo fitimprurse mund të krijojë problematika në treg. Operatorët privat të certifikuar që ofrojnë zgjidhje me pagesë mund të humbasin klient, jo për shkak të performancës apo inovacionit, por për shkak të mbështetjes që i bëhet kësaj platforme nga QKB-ja. Disa biznese kanë denoncuar në CNA se gjatë një komunikimi me IEF-n dhe SmartFin, këto të fundit kanë theksuar se aplikacioni ofrohet falas deri në janar të 2026 dhe nuk është e qartë nëse pas kësaj date do të aplikohet tarif. Po ashtu theksohet se SmartFin është një kompani private si të tjerat që ofrojnë të njëjtin shërbim dhe nuk është nën varësi të QKB-s, por thjesht ka një memorandum bashkëpunimi me institucionin publik. CNA do të publikojë në vijim bisedat e plota të ardhura në redaksin ton mes bizneseve dhe IEF-s dhe SmartFin. Ligji numër 9121 fraksion 2003 për mbrojtjen e konkurrencës parashikon se çdo ndërhyrje e institucioneve publike që favorizon një subjekt mbi të tjerët mund të përbëjë ndihmë shtetërore të padrejtë. Promovimi i platformës SmartFin nga QKB mund të interpretohet si favorizim institucional pa u bazuar në kritere teknike ose tregu të barabarta. Nisur nga ky fakt, CNA po ashtu ka kërkuar zyrtarisht informacion nga QKB për marrëveshjen me IEF-n, mbi çfarë baze ligjore është nënshkruar dhe nëse mund të cënojë tregun e lirë. Kërkesa jon për informacion është bërë të premten e 31 tetorit dhe deri në publikimin e këtij denoncimi nuk kemi marrë ende një përgjigje nga institucioni. Memorandumi mes QKB-s dhe IEF-s, edhe pse synon të ndihmojë bizneset, ngre dyshime për prishjen e konkurrencës së lirë në tregun e fiskalizimit. Pa transparencë, pa kritere të barabarta dhe pa konsultim me operatorët e tregut, ekziston rreziku që një platformë e mbështetur nga QKB të favorizohet në mënyrë të padrejtë përkundrejt operatorëve privat të licencuar që ofrojnë të njëjtat shërbime.